Cilat gjëra e shtojnë bereqetin e njeriut në dunja. Thire familjen tënde në namaz dhe ban sabër duron atë thirrje. Ai njeri i cili lexon Kur'an, ajo familje në të cilën jehon Kur'ani, leximi i Kur'anit është i bereqetshëm në jetën e njeriut. Që sa vite martes nuk kam fëmijë, sa ma shumë istikfar, u ankua për fukarallëkun, tha kërko faljet Allah, sa ma shumë njeriu në jetën e tij të thot astaghfirullah. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi i takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, nuk ka dyshim se bereqeti në jetën e njeriut, në jetën e besimtarit është shumë i rëndësishëm. Të ketë besimtari bereqet në jetën e tij, në kohën e tij, në punët e tij, në familjen e tij, në pasurinë e tij e kështu me radhë. Allahu azza wa jall disa njerëzve ju jep bereqet shumë, e disa njerëzve u ahum bereqetin. Andaj dikush prej nesh mund të ban pyetje dhe të thot, atëherë cilat gjëra e shtojnë bereqetin e njeriut në dunja, cilat janë ato shkaqe çka ndikon që Allahu azza wa jall neve të na jep bereqet. Nga shkaqet që Allahu azza wa jall zbret bereqet në jetën e njeriut, në jetën e besimtarit, janë disa shkaqe që Allahu azza wa jall i ka përmendur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka njoftuar në mesin e tyre. Falja e namazit. Ai i cili e fal namazin në jetën e tij, përveç shumë mirësive, përveç shumë begative, ati njeriu Allahu azza wa jall i jep bereqet. Tha Allahu në Kur'an, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alejha. Thire familjen tënde në namaz dhe ban sabër duron atë thirrje. La nes'aluka rizqa, ne nuk kërkojmë prej teje rizq, furnizim, nahnu narzuquk, ne ty të furnizojmë. Ai i cili falet, ai i cili merr abdes, ai i cili bie në sejdë, ai i cili thot subhana rabbiyal a'la, ati njeriu, asaj familje, atyre besimtarve, Allahu azza wa jall ju jep bereqet në jetën e tyre. Gjithashtu, nga shkaqet që e shtojnë bereqetin në jetën e besimtarit, është leximi i Kur'anit. Kur'ani, fjala Allahut azza wa jall i cili i tëri është bereqet. Tha Allahu azza wa jall, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati. Këtë libër që ne ta kemi zbrit ti, i cili është i bereqetshëm,
që njerëzit duhet t'i meditojnë ajetet e tij. Ai njeri i cili lexon Kur'an, ajo familje në të cilën jehon Kur'ani, ajo shtëpi në të cilën dëgjohen fjalët e Allahut Azza wa Jall, ajo shtëpi është me bereqet. Aty ku hin njeriu dhe e sheh babën plak i cili është duke lexuar Kur'an, kthehet në namazin e sabahut dhe e sheh loken duke lexuar Kur'an, kthehet prej pune i Zotit i shtëpisë dhe e sheh bashkëshorten duke lexuar Kur'an, shkon në kohën e gjumit që të bie të pushon, i sheh fëmijët me Kur'an në dorë duke lexuar Kur'an. Ajo shtëpi është e bereqetshme, për dallim prej asaj shtëpie që ndoshta baba plak nuk di të lexo Kur'an, ndoshta lokja ka problem me syt, ndoshta bashkëshortja është e nxanë me punët e shtëpisë, ndoshta i Zoti i shtëpisë gjithë ditën lodhet, angazhohet, nuk ka kohë për të hap fjalën e Allahut, ndoshta ajo vajza e vogël qëndron gjithë ditën në telefon, ndoshta djali gjithë ditën merret me lojra, fjala e Allahut nuk figuron, nuk ekziston në atë shtëpi ku pritet bereqeti. Fjala Allahut Azza wa Jall, leximi i Kur'anit është i bereqetshëm në jetën e njeriu. Gjithashtu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, iqra'u surat al-Baqara, lexojeni surën Baqara, o ju besimtar, o ju musliman, o ju që dini të lexoni Kur'an, lexojeni në shtëpitë juaja surën Baqara, fa inna akhdhaha baraka, leximi i saj është bereqet. Lexoje surën Baqara, leximi i saj është baraka, lania e saj wa tarkaha hasra, lania e saj është pikëllim, është dështim, wala tastati'uha al-batala, dhe asaj nuk i bajnë ball magjistarët. Lexoni Kur'an, lexojeni surën Baqara, lexoni suret e fundit, lexoj ajetul kursi, lexoj fjalët e Allahut Azza wa Jall, që të jesh i mbrojtur, i ruajtur dhe të njëjtën kohë Allahu të jep bereqet. Gjithashtu nga shkaqet që e shtejnë bereqetin në jetën e besimtarit është istighfari i shumt. Sa ma shumë njeriu në jetën e tij të thotë Astaghfirullah, astaghfirullah, e sidomos në kohën e sotme që ne jetojmë të rrethuar ndoshta nga gjitha anët me harame të shumta, ndoshta syt tu shkojnë në haram, veshët tu dëgjojnë haram, prekja jote mund të jetë në haram, lëvizjet e tua, jeta jote mund të jetë e rrethuar me shumë sprova të haramit. Së paku kur të kthesh në mbrëmje në shtëpi apo para gjumit tënd, mos harot kërkosh falje për Allahut Azza wa Jall për gabimet e tua. Thuaj astaghfirullah, astaghfirullah. Tha Allahu Azza wa Jall, fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nuhi alayhi salam i tha popullit të tij, o popull, kërkoni falje te Allahu sa më shumë, bani istighfar, thoni astaghfirullah, kërkoni falje, Allahu do t'ua fal gjunahet, Allahu do të lëshon bereqet prej qielli, do të lëshon shi, e pastaj wa yumdidkum bi amwal, do t'ju jep pasuri, wa banin, do t'ju jep fëmijë, wa yaj'al lakum jannat, do t'ju jep kopshte, wa yaj'al lakum anhara, do t'ju jep lumej. Andaj dikush prej njerëzve shkoi te Hasan Basriu, u ankua për fukarallokun, tha kërko falje të Allahu, sa ma shumë istighfar. Dikush shkoi dhe u ankua dhe tha që sa vite martes nuk kam fëmijë, sa ma shumë istighfar. Dikush u ankua, Hasan Basriu të gjithve u dha këtë përgjigje. Por çfarë arsye? Istighfari shumë e shton bereqetin. Allahu të jep pasuri, Allahu të jep fëmijë, Allahu të jep bereqet.
Faqultu astaghfiru rabbakum, kërkoni falje te Allahu azza wa jall. Gjithashtu nga gjërat të cilat e shtojnë bereqetin në jetën e besimtarit është vizita e familjarëve, vizita e të afërmve, vizita e farefisit në një kohë e cila një gjë e tillë është e zbet apo ndoshta edhe humbur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: ai i cili dëshiron, men ahabba an yubsata lahu fi rizqi, ai i cili dëshiron që Allahu t'i ashton rizkun, wa an yunsa lahu fi athari, dhe Allahu t'i zgjat jetën, t'i jep bereqet, falyasil rahima, leti viziton farefisin, leti viziton të afërmit e tij. Gjithashtu nga gjërat që e shtojnë bereqetin është duaja që besimtari ta lut Allahun azza wa jall që Allahu t'i jep bereqet, ashtu siç bante dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke thënë: wa barik li fima atait, dhe më jep bereqet në atë që më ke dhënë. Më ke dhënë shumë, elhamdulillah. Në këto që më ke dhënë më jep bereqet, o Zot. Besimtari të bën dua që Allahu t'i jep bereqet. Gjitha këto shkaqe e kurorëzojnë një cilësi e cila është ajka e imanit të besimtarit, e cila quhet takuallëk, e cila quhet devotshmëri. Ai i cili ka devotshmëri, Allahu në jetë do t'i jep bereqet. Ndoshta nuk do t'jetë milioner, ndoshta nuk do t'jetë i pasur në sytë e njerëzve, në jetën e tij, në zemrën e tij, në shpirtin e tij, në familjen e tij, në fëmijët e tij, do të ketë bereqet. Tha Allahu azza wa jall: walau anna ahla alqura amanu wattaqu lafatahna alayhim barakatin min as-samai wal ard. Sikur njerëzit e atij vendi të kishin besuar Allahun dhe të kishin frikë, të kishin devotshmëri, do t'i hapnim ne dyert e bereqetit nga qielli dhe nga toka. Që të na jep Allahu azza wa jall bereqet në jetën tonë, ne duhet të mundohemi t'i marrim shkaqet e bereqetit, ta falim namazin, të lexojmë Kur'an, të kërkojmë falje të Allahu, të vizitojmë farefisin, të bëjmë dua ndaj Allahut, të mundohemi të jemi të devotshëm. Elusim Allahun azza wa jall, Allahu të na jep bereqet në jetën tonë, në familjen tonë, në fëmijët tonë, në popullin tonë, në farefisin tonë, në veprimet tona, në angazhimet tona, në pasurinë tonë, në çdo gjë në të cilën ne mundohemi dhe angazhohemi. Elusim Allahun azza wa jall, musliman kudo që janë, Allahu t'i ndihmon, gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson, të varfërit tanë Allahu t'i pasuron, të sëmurët tanë Allahu t'i shëron, të vdekurit tanë Allahu t'i mëshiron. Lusim Allahun azza wa jall nga dënimi i tij të na shpëton, në xhennetin e tij të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.